peshku që duhet të mba me mend, sepse ka qenë peshku që hapi drejtaret, drejtësoret, pinestrat e diert kultures e gjuhës tonë, që ish indjeri i peshkvi Joan Stamati, që në vitin 1938 bëri gjuhën tonë, gjuhën e meshës, gjuhën e liturgjisë, e gjuha jonë që ishte gjuhë e shajtur, ishin ato gjuhë të vënë kanjan, se thoi se ngëvjejnë, u bë gjuhë e njohur ka kisha, që ka qenë i pari që njohu gjuhën. Para se të një shteti e njohu kisha e partisë sonë me ndihmën e intelektualëve nga këta ishe dhe profesor Solano që kontriboi me disa prifta të tjerë të bëjnë këtë gjuhë edhe të përdori, të vëzari edhe mbëqishë. E kjo aleancë krijoi këtë fazë të re të gjuhës e ishin vitet 70 kur zu kjo revolucion brenda komuniteteve tona.